Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit tonë Rrëfi me Jete. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë rrëfimin e radhës. Do të ndaj me ju një letër që i dedikohet nga vllau për motrën. Fjalë që vllau i thot për motrën e tij, fjalë të ndjera, emocionuese, që vllau ja kushton motrës së tij. Në fakt, motra nuk ja do nusen vllait, kemi shumë raste të këtilla që motrat nuk i duan nuset, dhe kjo gjë ka ngritur një lloj lufte mes vllait edhe mes motrës. E dashur motra ime, po të shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemër që më dhëmb më shumë se kur. Nuk e di nëse do ta lexosh deri në fund. Nuk e di nëse do të gjesh forcën të dëgjosh fjalët e mia, por unë nuk mundem që të hesht më. Kam shumë net pa gjumë. Kam shumë lot që nuk ja kam treguar askujt. Kam shumë plagë që nuk më duken, por që më djegin çdo ditë e më tepër. Dhe pjesa më e dhimbshme është se njëra prej tyre e mban emrin tënd, motra ime e dashur. Motra ime, ne u ritëm bashkë. Kaluam fëmijërinë në të njëjtën shtëpi. Hëngrëm bukën e varfërisë bashkë. Kur na mungonin gjërat, ne kishim njëri tjetrin. Kur qanim bashkarisht. Kur qeshnim bashkë. Më kujtohet kur ishe e vogël edhe kur mbaheshe pas dorës time. Më thoshe se askush nuk do të mund të na ndante kurrë. Më thoshe se do t'ishim gjithmonë në krahët e njëri tjetrit. Po sot ndihem sikur të kam humbur. Jo sepse je larg, jo sepse jeton në një qytet tjetër, por sepse zemra jote është larguar krejtësisht nga unë. Gjithçka ndryshoi ditën kur unë u martova. Kur solla nuse në shtëpinë tonë, mendova se do të fitoja një familje edhe më të madhe nga se që kisha. Mendova se ti do ta përqafoje si motrën tënde, mendova se do ta ndihmoje që të përshtatej. Por fatkeqësisht, në familjen tonë ndodhi e kundërta. Që në ditët e para pash ftohtësinë tënde, pash shikimet që e lëndonin motrën time, pash fjalët që e bënin të qante ti me motrën krejt fshehurasi. Ajo nuk ma tregonte, por unë e kuptoja. E gjeja natën duke qarë në heshtje, e pyesja se në të vërtet çfarë kishte. Ajo më thoshte, jo nuk kam asnjë gjë, por lotët e saj tregonin gjithçka. Motra ime, nuk po ta shkruaj këtë letër për të të gjykuar. Po ta shkruaj sepse po më dhëmb jashtëzakonisht shumë. Po më dhëmb të shoh gruan që dua të ndjehet e huaj. Po më dhëmb të shoh motrën që dua të mbushet me zemërim. Po më dhëmb të shoh familjen tonë duke u coptuar. A e di sa herë kam qarë unë e vetme? A e di sa herë kam menduar për nënën edhe për baban? Po të na shohin sot nga qielli, a do t'jenë në thelb ato krenar për ne? Ata në mësuan të duam, ata në mësuan të falim.
Ata na mësuan të qëndrojmë bashkë, por ne jemi duke e bërë të kundërtën. Motra ime, nusja ime nuk erdhi të më marrë vendin. Ajo nuk erdhi që të më largoj familjen. Ajo erdhi të ndërtoj jetën me mua. Ashtu siç një ditë edhe ti e ndërtove jetën tënde. Por shpesh kam ndjerë si kur duhet të zgjedh mes jush. Dhe ky është feri më i madh për një burr. Të zgjedh mes motrës edhe mes gruas. Të zgjedh mes dy njerëzve që i do. Ka pasur ditë kur nuk kam dashur të kthehem më në shtëpi. Jo sepse nuk e dua familjen time, por sepse lodhesha nga konfliktet, lodhesha nga fjalët, lodhesha nga akuzat, lodhesha duke dëgjuar se njëra kishte faj për gjithçka. Dhe ndërkohë, humni në atë që kishte më shumë rëndësi. Dashurinë mes nesh. Motra ime, jeta është shumë e shkurtër. Një ditë zgjohemi të rinj, ditën tjetër na dalin flokët e bardha. Një ditë kemi prindërit pranë, ditën tjetër shkojmë te vari i tyre. Një ditë kemi kohë për t'u pajtuar, ditën tjetër mund të jetë shumë vonë. Kjo në thelb është ajo që mua më frikson. Kam frikë se një ditë do të qajmë për gjëra që mund t'i kishim rregulluar sot. Kam frikë se një ditë do të kërkojmë njëri tjetrin dhe nuk do të kemi më mundësi. Kam frikë se krenaria do të na varos të gjallë. Nuk dua që fëmijët tanë të rriten si të huaj. Nuk dua që ata të dëgjojnë histori urrejtje. Dua të dëgjojnë histori dashurie. Dua të dinë se familja është stre, jo luftë, jo gjykim dhe jo përçarje. Nëse nusja ime të ka lënduar ndonjëherë, unë të kërkoj shumë falje. Nëse unë të kam lënduar, të kërkoj përsëri falje. Nëse kemi bërë gabime, le t'i pranojmë, sepse askush nuk është i përsosur. As ti, as unë e as ajo. Por ne mund të zgjedhim të jemi më të mirë. Motra ime, nuk po të kërkoj të më duash apo të duash dikë me detyrim. Po të kërkoj vetëm të na respektosh. Po të kërkoj vetëm të mos më humbasësh si vëlla. Po të kërkoj vetëm të mos e shkatërrojmë atë që ndërtuam gjatë gjithë jetës, sepse ti je gjaku im. Ti je pjesë e kujtimeve të mia më të bukura. Ti je pjesë e fëmijërisë sime. Ti je pjesë e zemrës sime. Çfarë mendim keni për këtë letër? Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë rrëfimin e radhës. Në fakt jemi në rubrikën e kanalit Rrëfime Jete për të ndalë letrën e radhës. Bëhet fjalë për një letër të tmerrshme. Janë fjalët e një nëne drejt djalit të saj, i cili e ka dërguar nënën në azil, duke patur gjithë atë pasuri. Kjo është e tmerrshme. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër të ndjerë jam nën Qania. Sot jam 76 vjeç. Ndoshta do të habitesh dhe do të më thuash, po mirë moj nën Qanie. 76 vjeç. A nuk e mundur të kujdesesh për veten? A nuk e mundur një copë bukë t'ja japësh vetes në shtëpinë tënde? E vërtet është që ka mundur, por nusja ma bëri të pamundur. Ishin ditët e bukura të jetës time kur djali ishte beqar. Jetoja e lumtur në familje, gëzoja respekt, gëzoja dashuri, si çdo nën në familje të djalit. I thoja vetes si e nëna më e bekuar,
je nëna më e mrekulluar. Por, fatkeqësisht, vitet e bukura në familjen tonë kaluan shumë shpejt. Në vitin 2021, djali u martua. Bëm një dasëm shumë të madhe, ndërsa në vitin 2017, mua më vdiq buri. Buri më la 2 banesa, një shtëpi edhe një vila larg qytetit, sepse me pozicion pune ishte në punë shumë të mirë dhe kishte ndërtuar një pasuri. Unë isha e lumtur në fakt që po takoja njerëz të mirë, isha e lumtur që do të merrja nuse në shtëpi. Nuk kishte bekim më të madh se sa të marrësh nuse në familjen tënde. E prita si dritën e shtëpisë, një djalë të vetëm, një djalë që e ritëm me shumë sakrifica. Vërtet vurëm pasuri, por edhe punuam tepër. Si unë, si buri. E kënaqur më isha në maksimum. Do të më vinte nusja, do të më vinte drita e shtëpisë, do të më vinte jeta. Por ditët e para ishin të lumtura. Mbaj mend t'i kam vënë lira e qystek. Vetëm e vetëm sepse isha e lumtur se çfarë nuse kisha. Por gjatë muajve në vazhdim, gjërat ndryshuan. Nusja filloi të bëhet shumë e egër. Filloi të bëhet e pamoralshme. Filloi edhe të tradhton djalin. Unë me thënë të drejtën këtë gjë, e kam kuptuar tinsa. Kur nusja fliste nëpër telefon edhe mundoheshte që të luan rolin e ëngjullit. Po hajtë të mos i bëj djalit probleme, nuk e fola si histori. Një ditë prej ditësh, kur nusja dhe djali erdhen nga puna, e pabesueshme, nusja filloi që të flet keq me mua, të më nxjerrën mua nga vetja, që të ndodhë një diçka. Unë me thënë të drejtën nuk e hëngra këtë gjë. E lash. U qetësova, thash hajt se do të kalon si të gjitha zënkat e tjera. Gratë në lagje më pyesnin, po hëmi qanie si kalon me nusen? U thoja mirë si hëna me diellin. Puqet hëna me diellin? Shumë pak. Mundohesha që ta fshet të vërtetën, më vinte zor që ta nxjerr. Por atë ditë nuk u qetësua nusja. Filloi që të bëhet më e keqe, filloi që të bëhet më e tmerrshme, filloi që të bëhet më e egër. Dhe djali tha, nën e din çfarë? Nuk do të shkosh as në banesat e tjera, por do të shkosh në azil, sepse na ke dalë në maj të hundës, nuk të durojmë dot, dhe shko shif punët e tua dhe mos u merr me ne. Djali që unë e rita me duar, jo qielli për mbi kokë, po më ra e gjithë dynjaja për mbi kokë. A unë nuk më besonin veshët se çfarë dëgjoja. Djali të ma thot këtë fjalë, biri që e rita. I thash njëherë bjeri mendjes çfarë je duke bërë. Nuk qohet nëna në azil, në rregull mos më mbaj, të dalë në banesë tjetër, jo në azil. Nga nervat, nusja më rëzoi në përshkallë. E theva këmbën dhe kam ndenjur 6 muaj në spital. Prej spitalit mi kishin rregulluar dokumentat, vjen më merr furgoni, direkte në azil.
Më dhim të shpirti çfarë po përjetoja, po s'kisha se çfarë të bëja. Ditët kalonin shumë shpejt, ishte e tmerrshme, por duheshte me patjetër të jetoj. Sot i bëj 3 vjetë në azil. Pasuri nuk kanë asnjë gjë. Pronat janë krejt në emër tim. Sikur e kishte ndjerë buri që e bëri këtë lëvizje. Por mua më dhëm shpirti, se çfarë njerëz pas kanë qenë këto, që mua të më binë në këtë gjendje, dhe mua të më bëjnë që të ndjem në këtë gjendje. Po i çoj 2 fjalë djalit tim. Biri nënës. Mos u mundo djali nënës të ma shkatrosh jetën nënës. Një ditë do të pendohesh, por do t'jetë shumë vonë. Nusja do t'a kthej shpinën, por nëna nuk do t'a kesh më. Hajde te nëna, se asnjë gjë s'ju kam bërë, edhe pse më thyet këmbët më la të paralizuar, unë prap të dua. Më merr prej këtu dhe mos u turpëro në dynja për nënën tënde. Fa kjo është letra që kjo nënë ka shkruar, që realisht është shumë e dhimbshme.